Ka marrë një kthes tragjike fati I studentes shqiptare Ilaria Sula e zhdukur prej 25 marsit në zonën Furio Camillo të Romës. Mediat italiane bëjnë me dije se studentja 22 vjeçare u gjetë pa jetë brenda një valixheje në një zonë pyjore në afërsi të Romës nga kalimtar të rastit. Sipas hetimeve, vajza u godit me thik për vdekje dhe më pas kufoma është transferuar në vendin ku u gjetë e hedhur në një gremin. Mediat italiane shkruajnë se e reja kishte pasur një lidhje dashurie me një 23 vjeçar Filipinas. Sipas raporteve fillestare, djali dyshohet se goditi vajzën disa herë me thik në një apartament në Via Homs, përpara se ta fuste në një valixhe dhe të përpiqej të zhdukte trupin. Pas arrestimit, Mark Samson ka pranuar krimin, duke theksuar se telefonin celular e ka hedhur në një fuset, ndërsa trupin e ka ngarkuar në makinë dhe e ka çuar në poli. Prokuroria sqaroi se trupi nuk ishte prerë në copa dhe se Samson ndihmoi hetuesit të gjenin valixhen. Ndaj tij rëndojnë akuzat e vrasjes me dashje dhe fshehje të kufomës. Me të riun 23 vjeçar me origjinë nga Filipinat dhe I lindur në Itali, studenti Ayla Sapienzas kishte komunikuar prej kohësh deri mbrëmjen e zhdukjes së saj. Analiza e tabulateve dhe e qelizave të telefonit gjithashtu çuan në zbulimin e krimit. Madje ai kishte përdorur celularin edhe pasi vajza kishte ndërruar jetë, duke bërë postime në rrjetet sociale. Prindërit e studentes që jetojnë në Terni denoncuan më 25 mars zhdukjen e vajzës së tyre, duke theksuar se ajo u largua me nxitim duke mos marrë asgjë me vete përveç telefonit.